Kepi Sandu është një bim mishgrënse që është vendase në rajonin e Kepit të Afrikës së Jugut dhe ka një metodë të pazakontë të kapjes e tretjes së insekteve, diçka që duhet të zhvillohej për të qenë në gjendje të lulëzonte në tokën e varfër me lëndë ushqyese të habitatit të saj. Duke u rritur në biomën Fynbos të Afrikës së Jugut, ku ka një klimë mesdhetare me dimër të lagësh dhe verë të thatë, zakonisht i gjeni në toka ranore ose torfe në zonat të hapura dhe me diell. Ato dallohen nga gjethet e gjata dhe të ngushta që janë të mbuluara me qime gjendrore. Janë këto qime që janë vendimtare për aftësinë e tyre për të kapur insekte. Ndërsa sekretojnë një substancë ngjitse përgjatë tyre, sapo një insekt zbret mbi ta, ai ngec dhe gjetja më pas fillon të rrotullohet ngadalë rreth saj. Ndërsa kjo ndodh, insekti është i veshur me enzima tretëse që çlirojnë lëndë ushqyese thelbësore si azoti dhe fosfori, të cilat bima është gjithashtu në gjendje t'i përthith. Është kjo metodë të ushqyerit që lejon Kepi Sandu të lulëzojë në vende që janë të ulta në ato lëndë ushqyese dhe u jep atyre një avantazh të rëndësishëm ndaj bimëve të tjera në rajon. Gjatë muajve të verës, bima do të lulëzojë gjithashtu dhe do të prodhojë lule delikate roz ose të bardha në kërcell të gjatë dhe të hollë. Ato qëndrojnë mbi kurthet ngjitse për të shmangur kapjen e ndonjë pjalmuesi të mundshëm, sepse përveç se mbështeten tek insektet për ushqim, ata kanë nevojë edhe për të riprodhuar dhe që kjo të ndodh, ato padyshim nuk duan që ata të ngecin. Lulja e lakuriqit të zi. Lulja e lakuriqit të zi është një bimë befasuese që është vendase në rajonet tropikale të Azisë Juglindore, duke përfshirë Tajlandën, Malajzinë dhe Kinën Jugore, dhe është një specie miravjeçare që zhvillon lule që duken si një lakuriq nate në fluturim. Në habitatin e saj natyror, bima lulëzon në pyjet tropikale të shiut, ku përfiton nga kushtet e ngrohta dhe rrezet e diellit të shpërndara që filtron në përgjethe. Preferon toka të pasura, të drenuara mirë, të pasura me lëndë organike, e cila është pikërisht ajo që merr në dyshemen e pyllit, ku materiali bimor i kalbur siguron shumë lëndë ushqyese. Lulet pasi zhvillohen janë ngjyrë vjollcë të errët në të zezë dhe kanë rritje të gjata si mustaqe që mund të shtrihen deri në 71 cm, duke dhënë pamjen e krahëve dhe mustaqeve të lakuriqit të natës. Kjo pamje e pazakontë nuk është vetëm për t'u treguar, luan një rol në aftësinë e bimës për t'u riprodhuar. Ngjyra e errët dhe forma e luleve tërheqin pjalmuesit që janë aktiv në kushte me dritë të ulët, siç janë disa lloje mizash dhe brumbujsh. Aftësia e tyre për të lulëzuar në pjesët me hije të pyjeve tropikale ka qenë vendimtare për mbijetesën e saj dhe në ekosistemet konkurruese të pyjeve tropikale të Azisë Juglindore ka kaq shumë bimë që konkurrojnë për dritë, saqë mund të jetë një faktor kufizues për rritjen e bimëve. Prandaj, gjethet e mëdha dhe jeshilet të errta të lules së zezë të lakuriqit janë zhvilluar për të kapur dhe përdorur dritën e kufizuar që depërton në mbulesën e pyllit, duke siguruar energji të mjaftueshme për bimën për të zhvilluar disa nga lulet më unike në çdo specie bimore. Zambaku kobra. Tani, pavarësisht nga emri i tij, zambaku kobra nuk është teknikisht një specie zambaku, dhe përkundrazi emri i tij alternativ është më i saktë. Bima e shtambës në Kaliforni. Gjetur në kënetat e varfra me lëndë ushqyese të Kalifornisë Veriore dhe Oregonit Jugor të SBA-s, është një specie mishngrënëse që merr një pamje mjaft të pazakontë. Siç është e zakonshme me bimët që kanë zhvilluar mënyra për të kapur gjahun, zambakët e kobrës lulëzojnë në mjedise ku bimët e egra vuajnë, kryesisht në tokë ose moçale acidike që janë të ulta në lëndë ushqyese thelbësore si azoti dhe fosfori. Këto toka zakonisht gjenden në vende me një rrjetje të vazhdueshme ujë të ftohtë dhe me pak oksigjen. Dhe zambaku i kobrës është përshtatur për të përfituar nga këto kushte të vështira, duke zhvilluar një mënyrë të specializuar për marrjen e lëndëve ushqyese. I identifikueshëm nga gjethet si tuba, të cilat i ngjajnë një kobre me një kapuç të fryrë, të kompletuar me një majë gjetheje që imiton gjuhën e gjarprit. Kjo formë është thelbësore për mënyrën e të ushqyerit të bimës. Gjethet janë në fakt të zbrasta dhe të mbushura me ujë, gjë që krijon një kurth për insektet që nuk dyshojnë. Kjo specie nuk mbështetet në substanca ngjitse ose lëvizje të shpejta për të kapur gjahun. Në vend të kësaj, ajo përdor një sistem kompleks joshjesh dhe kurthesh. Pjesa e brendshme e gjetheve të Cobra Lily është e veshur me qime të drejtuara nga poshtë dhe sipërfaqe të rrëshqitshme që parandalojnë insektet të shpëtojnë pasi të kenë hyrë. Bima josh insektet në kurthin e saj me një kombinim të nektarit dhe shenjave vizuale, dhe pasi futet brenda, insekti çorientohet nga njollat e të dukshme në gjethe, të cilat duken si dalje, por të çojnë më thellë në kurth. Përfundimisht, insekti bie në lëngun tretës në bazën e gjethes dhe prandaj nuk ka rrugëthimi. Më pas, ato zbërthehen nga bakteret dhe mikroorganizmat e tjerë, dhe bima më pas është në gjendje të thithë lëndët ushqyese që çlirohen.
Duke lulëzuar në fund të pranverës deri në fillim të verës, zambakët kobra zhvillojnë kërcelle lulesh të larta, të mbushura me lule të verdha e jeshile. Ato lule rriten shumë më lart se gjethja, gjë që është diçka e zakonshme në bimët mishëngrënëse, sepse siguron që insektet që janë tërhequr si pjalmues të mos bien viktima të kurtheve. Bima e kërmave. Bima e kërmave, e njohur gjithashtu si lulja e yjeve të detit, është një specie që mund të gjendet në rajonet e thata të Afrikës jugore, duke përfshirë Namibinë, Botswanën dhe Afrikën e Jugut. Lulëzon në habitate të thata shkëmbore dhe ka zhvilluar një sër përshtatjesh rezistente ndaj thatësirës për të qenë në gjendje ta bëjë këtë. Zakonisht rritet në toka ranore të drenuara mirë dhe shpesh mund të gjendet në zona të hapura me diell ose të hijezuara nga shkëmbim dhe bimësia e rrallë. Natyra e bimës e lejon atë të ruajë ujin në kërcellet e saj të trasha dhe me tul, gjë që e ndihmon atë të mbijetojë në kushtet e vështira të mjedisit. Megjithatë, gjëja më mbreslënse për bimën e kërmave është lulja e saj, e cila mund të arrijë deri në 40 cm në diametër. Forma e saj është shumë e ngjashme me atë të një ylli deti, me 5 pika që janë të mbuluara me qime të holla dhe shpesh të shënuara me modele. Gjëja më e dukshme në lidhje me lulen, që do të vini re në jetën reale, megjithatë, nuk është mënyra se si duket, por aroma e tmerrshme që lëshon, e cila është e ngjashme me atë të mishit të kalbur. Ka arsye të mirë për këtë sigurisht, sepse pjalmuesit kryesor të bimës së kërmave janë mizat. Aroma e lules e kombinuar me strukturën dhe ngjyrën e saj leshore imiton pamjen dhe aromën e mishit, kështu që mizat, duke ngatruar lulen për një burim të mundshëm ushqimi ose vend shumimi, zbresin mbi të për të transferuar polenin nga një lule në tjetrën. Këto lule lulëzojnë kryesisht në fund të verës deri në fillim të vjeshtës, kur mizat janë më aktive, dhe pavarësisht mënyrës së saj mashtruese të pjalmimit, bima është e padëmshme për vizitorët. Mizat megjithatë nuk marrin asnjë përfitim nga takimi, pasi lulja nuk u siguron atyre ushqim, por bima siguron me sukses transferimin e polenit të saj. Kaktusi saguaro. Kaktusi saguaro është një nga llojet më të famshme të kaktusit dhe pothuajse duket si një ikonë jo zyrtare e jugperëndimit të Amerikës, veçanërisht shkretëtirës Sonoran. Është vendas në rajon dhe gjendet në të gjithë Arizonën, Kaliforninë dhe shtetin meksikan të Sonorës. Ky është një vend që përjeton temperatura ekstreme, rrezë dielli intensive dhe shumë pak rreshje, gjë që krijon një mjedis sfidues për jetën e bimëve dhe për çdo shans për të mbijetuar. Llojet duhet të zhvillojnë karakteristika të ndryshme për të kapërcyer vështirësitë. Megjithatë, kaktuset saguaro janë përshtatur aq mirë sa mund të rriten çuditërisht. Lartësitë mbi 12 metra janë të zakonshme dhe mund të jetojnë nga 150 deri në 200 vjet. Kaktusi ka një formë me një kolon qendrore dhe më pas deg ose krah, që zakonisht fillojnë të rriten kur kaktusi është rreth 50 deri në 70 vjeç dhe janë ato që japin saguaros formën e tij të veçantë. Megjithatë, është interesante se ato nuk mbajnë të njëjtën formë gjatë gjithë kohës, dhe kjo është për shkak të asaj që është një nga përshtatjet më efektive në shkretëtirë. Lëkura e tij e trashë dhe dylli redukton humbjen e ujit dhe struktura e tij me brinj që lejon që kaktusi të zgjerohet dhe të kurret masivisht. Gjë që e lejon atë të ruajë sasi të mëdha uji gjatë kohëve të rralla kur bie në të vërtetë shi. Një saguaro i pjekur mund të thithë dhe të mbajë deri në 910 litra ujë gjatë një stuhie të vetë me shiu. Ky ujë më pas përdoret ngadalë gjatë periudhave të gjata të thata, duke mbajtur kaktusin në kushtet e vështira dhe do të kurret ngadalë gjatë kësaj kohe. Suksesi i kaktusit saguaro ka bërë që ai të bëhet një lojtar jetik në ekosistemin e shkretëtirës, si të sigurojë stre për një numër speciesh, si qukapiku gila, i cili krijon kavitete folesh në mishin e kaktusit. Lulet e kaktusit, të cilat lulëzojnë në fund të pranverës dhe në fillim të verës, sigurojnë nektar për një shumëllojshmëri speciesh, duke përfshirë bletët, lakuriqet e natës dhe zogjt. Më vonë gjatë vitit në verë, fruti i tij do të piqet dhe ky bëhet një burim ushqimi shumë i nevojshëm për shumë kafsh, duke përfshirë zogjt, gjitarët dhe insektet që vetë luftojnë për të mbijetuar në mjedisin e shkretëtirës. Baobabi i Grandidier. Baobabi i Grandidier është një pemë vërtet e pazakontë që është vendase në Madagaskar dhe është emëruar pas botanistit francez Alfred Grandidier, i cili studioi jetën e bimëve në ishull në shekullin e 19. Ky baobab njihet nga trungu i tij masiv dhe forma unike si shishe, gjë që e bën atë një tipar të spikatur në rajonet e thata ku rritet. Ato zakonisht gjenden në pyje të thatë gjatë rënës dhe shkure të Madagaskarit perëndimor, veçanërisht rreth vijës bregdetare dhe përgjatë brigjeve të lumenjve dhe liqenave.
Këto pemë janë përshtatur të lulëzojnë në mjedise me sezone të gjata të thata dhe pak rreshje shiu. Dhe për ta bërë këtë, kanë zhvilluar trungje të mëdha cilindrike që mund të arrijnë diametra deri në 10 metra dhe lartësi mbi 30 metra. Ky trung shërben si një rezervuar për ruajtjen e ujit, duke i lejuar pemës të durojë periudha të gjata thatësire, duke ruajtur mijëra litra ujë në drurin e tij sfungjer, dhe do të fryhet ose të kurret në varësi të sasisë së ujit që ruhet. Lëvorja e pemës është e lëmuar me ngjyrë gri, me një nuancë të kuqe rremtë dhe rigjenerohet lehtësisht edhe pasi të jetë zhveshur. Degët, të cilat dalin pranë majës së trungut, krijojnë një tendë që i ngjan rrënjve të një peme të përmbysur, duke i dhënë pseudonimin pema me kokë poshtë. Dhe ka lule të mëdha të bardha që lulëzojnë natën dhe pjalmohen nga kafshët e natës, si lakurisht e natës dhe tenjat. Lulet pasohen nga fruta të zgjatura në formë ovale, të njohura si buk majmuni, të cilat përmbajnë një tul ushqyes dhe një numër farash. Këta baobab janë jashtëzakonisht të rëndësishëm për ekosistemin lokal këtu dhe jetën e popullit malagazian. Pema siguron ushqim, ujë dhe stre për një shumëllojshmëri të kafshëve të egra, dhe frutat janë të pasura me vitaminë C dhe lëndë të tjera ushqyese, duke i bërë ato një burim të rëndësishëm ushqimi, si për kafshët, ashtu edhe për njerëzit. Përveç kësaj, farat, gjethet dhe lëvorja kanë veti medicinale dhe ato përdoren në mjetet mjekësore tradicionale. Dhe ndërsa druri i baobabit është shumë sfungjeror për të kthyer në lëndë druri, ai përdoret për të bërë sende si litar dhe pëlhur.